sa i kushtojmë në këtij imani kujdes gjatë ditës tonë. Gjatë ditës, nditje. Sa kujdesemi për këtë iman, me shtu pak, me rrit pak, me kujdes pak për te, me pretu pak ma tepër. Njëri me donë në rrugë, subhanallah, pak këshyr në punë, ose kalon në kujdes për pamën e jashtë, ma pëta. Nërsa futemi në lloj-lloj dyshime, dilema, epshe, kështu më radhë, dhe nuk kujdesemi për iman as kur futemi, as kur dalim, ma pëta. Qysh është, çka i bëni vakia, u prakon. Nërsa se lefe e keni pa, pak në qëfë se është zbej për ushmëria namaz me herë kusht, qka ka ndodhë? Sikur se kemi se ka të rastë njërë të i Bëngjauz rahimullah, i cili thëtë, për çështjet caktuara e humba ëmbëlsinë e adhurimit, nuk e nisha mo. E çka ka po kanajt? Të zvrapoja që ta kërkoja. Kërkoja këto, kërkoja aty, kërkoja ndoshta këtu, ndoshta ashtu këtu. Ne për shembull kam mënuar se ëmbëlsia e adhurimit kthehet nëse ulet në ders. Alim ka qenë u shku të kulumat të nëtë, nështë që tu Allah më shurëm se jem më desë për ngaj dërsa. Dhe të pasu këthuj për sëri ato. Dhe të pastaj kam shku, kam nejtë me njerës të varfër. Nështë Allah në gjelë ata i dëne përshka këtyne, mua Allah më një manë. Su këthuj për sëri ato. Pastaj kam shku me nejtë me smut. Apo duke i vizitu, përse nuk u këthuj. Shiko, në kërkim të vazhdushëm të ëmbëlsirës e imanit, nga se imani ka ëmbëlsin, duhet më shiva ja. Andaj ka qenë i gazim të kërkan këto, dhe deri sa shkua tek varrezat, edhe u përplasa për dhejun e varrezave, jo duke lidhur dorën, o duke thonë vetë që tu je, që tu kimera, e duke këshillu veten e vet, nefsin e vet, se kimë vdekje kështu marr, thotë filloi ta merr veten imani. Filloi që ta ndijë nga pak ndikimin e asaj që jam duke bërë atë. Në kërkim të vazhdueshëm, pse? Pse ka u imanin? Pse? Pse njëherë me një ligjërat që ka qenë? I Bëngjauz ka qenë një në ligjëratat e tij apo? Domthon i Bëngjauz rahimullah veç sa ka numëruar histori kanë thonë, 200.000 vetë janë pendu në dorë të jetë. 200.000 njerëz që s'janë falë, që ndoshta kanë bo haram, kanë bo gjuna, kanë arë për i Bëngjauz, janë betu për Allah Gjellewala, se s'kanë më kërë, 200.000 vetë. Dhe thua se mbi 100.000 vetë e kanë pranur islamin në dorë të jetë. I Bëngjauzi. Apo, për ta thuhet se në derstet e ti, deri në 100 vetë kanë përcjellë fjalët e tij, s'ka pas mikrofon, apo? Nuk kanë përcjellë, po thotë, çka shturë më dhe ka qenë. Kanë marrë pjesë në dersët e tij pej halifës e deri te prizet më të vegjël të shtetit apo. Nuk ka qenë shumë me ndikim të madh. Nga si ka me fjalë me fuqi të madhe dhe ka qenë shumë i njohur në vajzë, në këshillim. Të një ditë pas një ligjërate, një nga njerëzit autoritativ i ka thonë shumë kalon brez dersit apo. Kisha pas qef me qenë musafiri jam apo. Edhe thotë më pëlqeu në kuptim vetë pëlqimit, apo u aktivizua virusi i zemrës. Shika, thot, për lavdatën që më dha, thot edhe mas asaj nuk e ndiva mu namazin. Me i here, apo, me përkëtajnë ata që përcjellin në vazhdimësi, apo, shëndetin e imanit të tyre, dhe një kollitje këti imani me ere për ta shqetësuese. Nërsa dikush për një mund të godit me kancer në iman, subhanallah, edhe mos të njësë është duke lëndu, ose është duke lëngu, dhe duke rënku imani ti Allah në lutë. Prandaj bamirësia më e madhe që mundesh me bëj është kujdesit për imanin tonë. Nëse Allahu po thotë, "Lejse al-birra", ose për kufizani bamirësinë, "An tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib", kthimi i fytyrës kësaj që nuk kupton aspektin e përjashtëm. Mos më nëse ke kry mision e bamirësinë në vetës tënde, kur ti dukesh në formë caktuar, kur ti bën diçka në formë caktuar, jo. Lakin al-birra man aman. Këto është bamirësia. Investimi i vazhdueshëm është këtu me drejt veten tonë atë. E që prej kësaj pastaj me dal punë për jashtë atë. Kur pe këtu i burojnë, atë mal ala hubbihi. Që ka rregulluar imanin. Wallahi, buzëqeshur ti jap krejt çka ka se ka gola atë. Me tu kesh bile. Nga koha e tij, nga dija e tij, nga mundi i tij, nga pasojë, këtë çka ka lazëm, dhe çka ka nevojë.